e dim se jo rasisht Allahu zreshan në sa ajete kuranore, neve para se të na drejtohet si ja ejuhelledhine amanu, o ju të cilët keni besu, na drejtohet ja ejuhen nas, o ju njerëz, që me një fjalë na drejtohet njerëzimit mbar, jo vetëm neve si musliman, jo vetëm neve si besimtar. Dhe prandaj edhe ajeti që vërtet na bashkon gjithëve edhe na thret që gjithë me pas preokupimin e njëjtë, edhe sepse vërtet të gjithë jemi të ngarkuar në misionin e njëjtë. Është se Allahu na drejtohet në Kur'an dhe thotë ja yuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. O ju njerëz, ne ju kemi krijuar juve me një fjalë nga një mashkull dhe një femër, nga Ademi dhe Hava, siç e dim. Dhe mandej ju kemi ndarë në popull e fisë të ndryshme. Kretë kjo për çka? Li të arefu, që të njifeni mes veti, që të bashkëpunoni pra në të mirë, të ndihmoheni mes veti, në asnjë mënyrë jo që të luftoheni mes veti. Pra, inna akramakum indallahi atqakum, vërtet, më i miri në mesin ju, më i devotshëm më i miri nga mesi ju është ai që është më i devotshëm. Pra, çështja e superioriteti të individit ndaj individit nuk është në bazë të ngjyrës, nuk është në bazë të përkatësisë, domethënë kombëtare, nuk është në bazë të aspektit domethënë racore kështu me radhë, po është në bazë të asaj se sa me një fjalë secili prej nesh kontribuojmë pra në shoqërinë tonë, sa ne pra jemi të dobishëm, sa jemi domethënë njerëz pozitive dhe sa më shkurt pra na i sheh hajrin, kisha më thonë njeriu, familja, shoqëria, njerëzimi i mbar. Dhe prandaj po them kur i kemi këtu parasysh, atëherë vërtet e shohim se çështja e tolerancës gjithmonë në Islam ka shku përtej saj, sepse në fakt tolerimi është më shkurt vetëm një lloj pranimi i tjetrit. Pranimi, domethënë i tjetrit me një mënyrë duke e llogarit si njeri që nuk ka drejt për së drejti të bën me veprimtarin time, nuk ka të bën me fush veprimtarin tonë, po më shkurt po vetëm një lloj tolerimi. Islami neve na ka thirrë edhe na ka mësuar që ne të bashkëjetojmë. Bashkëjetesa është për te tolerancës, bashkëjetesa është se ne i kemi preokupimet e njëjta, i kemi pra angazhimet e njëjta, sepse vërtet jetojmë në një domthonë ne i mbrojmë një familje vlerat tona. I mbrojmë vlerat do të spari njerëzore, ato që vërtet na bashkojnë gjithë njerëzit ka ato që jemi, çfarë do komuniteti qofshëm. E prandaj vërtet edhe kur fjala e aspekteve domthonë humane, aspekte të preokupimet të njerëzve ne e dimë se vërtet shumicën e problemeve edhe sot, sidomos në këtë kohë të globalizmit tonë e dimë se problemet e njëjta jemi duke jetuar si ne këtu, si ata në Afrikë, si ata në Azi, si të tjerë në çfarë do kontinenti, pra jemi pra të gjithë të preokupuar me problemet e njëjta edhe prandaj nëse nuk bashkëpunojmë të gjithë, nëse nuk e zbatojmë atë që edhe Allahu në Kur'an edhe porosit, wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awunu 'alal ithmi wal 'udwan, bashkëpunoni ju në mirësi edhe në sevap, në fjalë në gjëra do të pozitive. E kurse si thotë mos bashkëpunoni në armiqsi edhe në do të thotë mëkat. Pra, nëse këto i kemi parasysh, atëherë vërtet fush veprimi i bashkëpunimit mes nesh, domethënë si njerëz, para se të flasim si muslimanë, krishterë, brenj, edhe ateist, edhe domthonë komunitete të tjera, cilat do qofshin, ne jemi njerëz së pari dhe prandaj edhe duhet që të gjithë të jemi ata të cilët do të punojmë edhe do të bashkëpunojmë në aspektin e avancimit të probleme, zgjidhjes së problemeve që i kemi e të cilat jo të pakta i ka sot njerëzimi.